opozita me një inat do të thoja iracional. Ka vendosur që të mos marrë pjesë në votim, duke vepruar kështu në shpërputje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, të cilin e kemi përmendur, por për cilin edhe ju jeni në dijeni. Mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës të jenë të përgjegjshëm dhe të veprojnë në përputhje me kushtetutën dhe me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Edhe përkundër faktit që kanë kaluar 3 javë, ne ende nuk kemi përgjigje nga gjykata kushtetuese, duke pasur parasysh që konstituimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Urojmë që gjykata kushtetuese të veprojë në përputhje me rrethanat dhe që sa më parë të nxjerrë vendimin mbi këtë çështje. Siç kemi thënë, ne kemi dërguar komente në raport me të njëjtën, prandaj presim që sa më parë të kemi një vendim mbi këtë çështje. Ky kuptoj arsye të paktën publike të cilat i kanë bërë opozita për kundërshtimin tim. Ata më quajnë përçarse, konfliktuoze, por unë jam jashtëzakonisht e hapur që diskutojmë për secilën çështje që unë e kam bërë gjatë karrierës time politike, për çfarëdo vendimi që unë e kam marrë asnjëherë, nuk kam vepruar në kundërshtim me interesat e qytetarëve dhe me Republikën e Kosovës, për dallim që shumë prej deputetëve të opozitës në të kaluarën kanë votuar kundër interesave të Republikës së Kosovës. Sulmet seksiste, mizogjene kanë qenë të papranueshme jo vetëm për mua, por nëse do të bëheshin për secilën grua në politikë. Shqetësimi im në këtë drejtim është që këto sulme, të cilat janë seksiste, të cilat janë mizogjene, të cilat pyejnë gratë, mendoj që i dekurajojnë gratë tjera që të marrin pjesë apo të jenë pjesë aktive e politikës.